Gjandarmeria. Po, gjandarmeria në këtë. Në qëtë vi të asfaltume, qëtë rrugë nuk kanë drejt me hy policia Kosovës. Komplet që kjo pjesë rrezikohet me shku me Serbi. Është zonë e Kosovës, çfarë do problemi që kanë njerëzit këto, banorë të policia nuk o qasja, ashtu? Ka merë, tha ki djalë, ka merë kohë me këto letra, dhe presidentja. 2009 e kemi pas një rrezik permanent me 26 qershor. Erdhen në përmes tytave, shkëmbyn tytat e Gjandarmerisë serbe dhe Policisë Kosovë. Po nimi të rrezikum, po megjithatë s'kemi ku me shku. Jemi në brezin kufitar, saktësisht në fshatin Karaçev. Këtë vend banorët janë të shqetësuar sepse Serbia pretendon që kjo pjesë e territorit të Kosovës është e saj. Tani banorët e këtij vendi rrezikojnë të humbasin edhe pronat e tyre. Gjithashtu janë të shqetësuar pasi shpesh e shohin Gjandarmerinë serbe në këtë rrugë. Ne do të shohim dhe të flasim me banorët që jetojnë këtë vend, të shohim se si qëndron çështja realisht. Po, tek kthesa e Novosellës. Po, tek kthesa e Novosellës për hyrje të Karaçevës. Mirë, sipas jush, në qëtë vi të asfaltume, qëtë rrugë nuk kanë drejt me hy policia Kosovës. E Kosovës nuk kanë, zyrtarisht është e ndalume. Ndërkohë kjo pjesë është Kosovë. Kosovë. Serbia pretendon me e marrë. Është zonë e Kosovës. Çfarë do problemi që kanë njerëzit këto, banorë të policia nuk o qasja? Nuk ka qasje, do të me ardhen në për rrugën, aneks në për rrugët Kodra. Pra, ka alternativë që sigurisht që kemi nevojë na për policinë. Po ka, patjetër, pa mos ishte policia dhe këfori. Po ka alternativë që me ardhë kur ju keni nevojë për ta në mënyrë që mos më shfrytëzoj këtë rrugë. Po. A ka pas raste kur janë ardhur policia? Po, kanë ardhen, rastisht kanë ardhen, mirë, po është puna veç me qenë prezent këfori. Pa këforin, apo pa uleksin, apo pa në i shërbim tjetër, ndërkombëtar e pamundën është vim. Pra policia vetë nuk mujnë, nuk kanë drejt më. Nuk mujnë, nuk kanë drejt, nuk është e lejume. Policia bin sepse duhet me ra, po nuk e kanë të ndalume. Është toke jona, me gjithë argumentin, me gjitha dokumentet që posedon bashkia lokale dhe i ka për këtë pjesë territorit, na s'po mujnë me mbrojt pse arsyen. Ne nuk kemi në qeverinë e Kosovës që na përfason këtë brez kufitar. Ne nuk kemi në kuvendin e Republikës Kosovës që na përfason këtë pjesë territorit të Kosovës. Ne nuk kemi asë në presidencë, në asë një institucion shtetëror nuk kemi. Këto mirë e din, çdo send e din, mirë po nuk i intereson, sepse arsye ndashta s'kan në interes personal. Edhe shkon, sikur që shkoj Qakori, Bjelluna, Zhlebi, ato tjera, mirë po na me letra së pëmbrojmë. Të Qakori nuk po hisë se di sa kanë pas dokumentacione, ato nuk e dim, a na me dokumentacione zyrtare, shans minimale nuk po mujnë ta sigurojnë. A i mundu që nga të rëgume dhe me na i komentu që të fotografisë cila për tyne cila është rëndësia asaj. Që kjo është pak me blurë dhe nuk përshijet mirë? 100% mungon, 100% mungon. A s'ka pas kur interes për tyne ose s'keni pas një vizitor prej qeverisë ose për kuj do qoftë për organeve përgjegjëse që marrë më interesu për këtë pjesë të Kosovës? Nuk ju ka interesu, nuk kemi pasur. Po ju të sekët më herët që i keni shkru letra, si kryeministri si presidentit. Këtë. Me gjitha partit politike, e vetëmja për ta kthi përgjegjen që ngritëm kam lëvizi nga ish presidentja Atifete Jahiaga, e cila ajo e kuptoj mirë rastin dhe kish vizitu, sa ka qenë në policinë më të lartë, kish vizitu ajo, atë vend, Karaçevën e njefte shumë mirë, ma ta zotni Lenjani, unë e kam vizituar, unë e di, mirë po, dëshirë shumë e madhe, është e jemja që të kthehet. Ta shtë dhe diçka tjetër, tjerët politikanë, do më hanë këta asë nuk kanë dalë me e vizitu? Kur heq? Mirë, në fushat, a kanë do që kanë... Në fushat, po, e ki Albin Kurtin, kryeministrin, vazhdimisht në Karaçevë, po, e ki Glau Konjusën, i ki këtë këto lider, edhe të LDK-s, këtë i ki në territor. Edhe cilë është premtimi tyne konkretisht në fushat për këtë... Ja, për këtë pjesë s'mirën heq. Ja, s'mirën. Po kërkesa ju i vazhdueshme është kjo? Po ka qenë, po se në interesuan, që me marrë... Po të pak të na kanë përgjigje edhe kësaj, kur ju e keni përpytje? Ja, kur s'ka. As pi Albin Kurtit, as pi presidentes Vjollca Osmani, as pi krye parlamentarës. A besoni që unë e kom shkru vazhdimisht
edhe institucioneve relevante të shtetit, po asnjëherë nuk ka kthy. Pyet presidentja në kuvend dikush ma ka thonën të Republikës, ka merë, tha ki djalë, ka merë kohë me këto letra, dhe presidentja. A nuk ka ditë... Cila presidente? Kjo Vjosa Osmani. Nuk ka ditë që kjo është çështje e territorit. Se une një co buk, ne brezi kufitar nuk i kemi lyp. Asë një institucioni shtetëror. Ne i kemi kërku, kjo tokë truhet, kjo pjesë e teritorit Kosovës, fshatit Karaçev, truhet rruga që banorët në momentin kjo rrugë nëse shkputët, shkon me Serbi, zbrazja është e pashmangshme. Ja, këtu ka hi te rruga baj, te kthesa në Oselës, këto gjandarmeria. Gjandarmeria Po, serbe? gjandarmeria në ketje. Serbe. Po. Edhe një pyetje. Nëse mundemi mundal. Po. Ju e përmenet që policia e Kosovës nuk ka drejt me ju, ndërsa gjandarmeria serbe ka drejt me ju. Ka drejtin. Edhe sot lëviz kur dojnë? Lëviz kur dojnë, me gjitha mjetet motorike. Edhe në përmes helikopterve, ka hi prik tash para 2 muaj dhe 2 muaj e gjysmë, shto 3 dia i ka hi me parashutisë i kanë shumë në territor të Kosovës. A gjandarmeria serbe hin e logaritë si tokë, qëre kjo është dokument valid, qëre në rrugën e Karaçevës, me paramilitar. Shikoni, kjo është dokument valid, po Karaçeva nuk kemi njerëz që neve dënësisht na përfaqësojnë në kuvend për t'i dalë ndihmë këtij e banorëve. Këto partit politike dhe liderët e saj, delegatët, nuk ju intereson, apo shkon Karaçeva, apo po jetë. Albulena Haxhiut tash kërkesa e fundit është me 6 gusht, qëre që i kemi shkru. Po, që Albin Kurtit, është e njëjta. Qëre, filmoje. Albin Kurtit që kjo, është gjelërsfesa. E Albin Kurti, qëre, merë e filmoj edhe këto, me këtë njëtë ndatë kanë shku gati këtë. Për zgjuarjen e këtij Po, këtë janë të protokollume, janë të zyrtarizume. Merë edhe këto gjelar sfese si kemi kërkuan që t'i jep urdhën si minister i policies, i ministri punëve të mbrëmshme, t'i jep urdhën policies të kalojnë rrugën e asfaltuar, bashkë me faktorin ndërkombëtar. Për t'i koordinu këto punë, me faktorin ndërkombëtar, është nësi e madhe, mirë po pse arsyen çka nuk pëdi, edhe ne nuk pëdim, edhe ne banorët nuk për kuptojnë. Ne banorët e brezit kufitar dhe bashkia lokale, vazhdimisht kemi shkru, kemi bërë shkrime, kërkesa që, shiko, gjitha shteteve të akredituara i kemi shkruar. Po shka më rëndësi, edhe në gjuhën anglisht e kemi për këthi këtë letër, për ta kuptuar më mirë dhe pa. I vetëmi prej përfaqësuesve special që mi ka këthien, që ja ka këthi raportet që i ka këthi, është Kaj Vitrupi, komandanti e policisë. Një Amerikan ka qenë shumë i shkëlqyshëm dhe i mrekullueshëm, mirë pa iki shumë shpejt, tha në zotni Lenjani, tha sorry to please, kemi bërë, tha në implementimin e marrëveshjes teknike ushtarake. Me qenë se ju vazhdimisht keni qenë kërkim të zgjidhjes së kësaj çështje. A ka pas ndonjëherë dikush që ju personalisht ju ka kundërvy për shkak të nismës tone për me mbrojtë këtë vend? Ka Serbia vazhdimisht. Serbia e kundërshton. Pa, keni të lashë ju me dalë lirshëm rrugë, me qenë se ju e cekët që gjandarmeria serbe qarkullon lirshëm këtë rrugë, gjithashtu edhe ju e frekuentoni këtë rrugë. A ka probleme dikush personalisht me juve, me qenë se ju e një vazhdimisht duke kërku zgjidhje për çështjen e këtij fshati? Po vazhdimisht jemi, vazhdimisht. A je lirë ti me dalë në rrugë? Po i lirë dalme, po tash me gjandarmerinë kur takomi, dhjetë se shka mund me ndodhë ati. Dhjetë se shka mund me ndodhë se komplet kjo gjandarmerie serbe që vazhdon në këtë territor, dhe me thonë kjo është lonë pasdore nga institucionet qendrore, se jo lokale, jo kryetarët e komunave, nuk kanë shka bojnë. Jo që jo marrë asë një kryetar, jo veç ke përveç Shaip Surdullit, kryetarit edhe Begzat Sinonit që është marrën, se disa herë na edhe kemi protestu vazhdimisht në këtë rrugë. Mu vazhdimisht me ndërkombëtarët, ishte knasit bisedosh me ndërkombëtarët. Lenjan, të lutem, meru me institucionet relevante të Republikës, meru me kryeministrin, meru me kryeparlamentarin, meru me presidentin.
I vetmi kishte edhe një, po ta thom që vlen me cek, në takimin që e kom pas me kryeministrin ish Hashim Thaqin, se di 2007, se di 100 vetë na ka prit, edhe kjo ka qenë kënaqësi shumë e madhe, shkova, na pranoj një farë grupe henum, edhe ula unë të dera, por i tha ti del në këtë vend, ta jo, thash që të e kom vendin, original po ta, tekstualisht po ta tha. Ketken, Lenjan tha, e ka që dorën, Kresja tha ti për shka. Thash i nderuar kryeministër i Republikës Kosovës, zotni Thaqi, ne jemi ardhë me shumë probleme, halle, brenga, bakësia lokale, që ka një brengë të madhe, po do në të shkput këtë pjesë teritorit. Unal. E ka pas Haredin Kuqin zavëns kryeministrin për kra. Zotni tha Haredin, nesër tha del, shkon për Kamenic, edhe e merë tha Fatmir Limën, ministrin e Telekomit, del dhe për këto ma pregadit raportin, ma bjen tha në kabinet, që une ta paraqes para kabinetit, ministra dhe ta paraqes në kuvend. Mirë po nuk ndodhi, nuk ardhë as Fatmir Limaj, as Haredin Kuq, erdhen shkun në përmale atje, ku s'ka gjin, as një njëri. A original më thot tha Selver Lenjanin, dhe gjo mirë, shko tha njoftoja Begzat Sinonin, që nesër në ta prit Fatmir Limën me Haredin Kuqin. Nuk i kam prit, edhe nuk ku leju, pse tërnim kanë prit shumë gazetarë, se të të vinë këto, edhe s'kom gëzu me shuj se merdhinati edhe publikisht. Nuk erdhen? Ja, nuk erdhen, se tash nuk shkoj fjala e kryeministrit, mi të edhe keqa, dhe sa i kryeministri e kryti Hashim Thaqi. Ishte edhe me Jakub Krasniqin, ishim me 2009 e kemi pas një rrezik permanent me 26 qershor. Atje erdhen në përmes tytave shkëmbyn tytat e Gjandarmerisë Serbe dhe Policisë Kosovës. Te kthesa në Vësel, a i ka qenë rrezik shumë permanent, ati kemi hinë mes populli, që mos vinte e në gjakderdje. Atje është ndëgju nga policia e qendrës tërheqnu jo. Policia ishin shumë sinqert. Nuk qësh mu tërhek tha në tokën tonë. Ati të një të ndërhini këfori, se mësë me pas qenë këfori ishte. Edhe shumë herë kemi protestu, vazhdimisht kemi organizu protesta, kërkesa, shkresa. Këtu na e përmendet që ju keni dërgu letër për shëtimin e juj NATO-s, Bruxellit, pas ka bashkimit evropian. Po, kejt. Gjitha këtyne, ma dhja ceka që dhe në gjuhën zyrtore. Që takime që kom pas me Tami Kivin, qëri me këto bura, shtetëror, qëri. Po, kejt na qëri. Kejt jemi, Serato Spanjollën, po. Në gjdo takim që ju një konë gjithmonë në njëta qështje, njëta kërkesë, njëta shqetësim. Kur s'kemi lëshu pen në asë një mënirë. Qëtë protestat? Kjo është pra një foto që ju keni organizu një protestë. Po, protesta. Vazhdimisht kemi qenë protesta. A janë krejt banor të këti vendi me të njëjtën bindje së kur ju? Kejt. Ska banor se besoj që del Se cili pot njëjtën kërkesë. Pa tjetër. Që shquat kë vend? A shquat tani Kosova, por zonë neutrale? Ja, rruga zonë neutrale shkon edhe një tokë pjesë. 107 pronari humbin tokat, si pas kësaj marrëveshje. Marrëveshja është bëhen me 9 qershor 1999 në Kumanov, që atje takimi që ka qenë Michael Jacksoni, i ka prinj ati delegacioni ushtarak me delegacionin sërb Svetozar Marjanovici, ka falsifiku gjitha dokumentacionet për ta shkput këtë pjesë. Që Vjolca Osmani, kur i kom shkruan këtu me 10/4 2025. Që shata të nderuara prezident e zonja Osmani, kërkojmë që brenda mundësive kohore që të pranoni një delegacion nga Brezi Kufitar, 3-4 antar, për të njoftuar më gjërësisht. Kur s'ka dash me një hiq, kur si ka interesu kësaj. Hiq, kur hiq. Oshte pa mundën kjo. Edhe ka marrë si jo seriozitet. Sa ka qenë presidente Vjoca ka qenë për Brez Kufitar po flasë, për këtë pjesë që kemi kërku, ka qenë jo serios, nuk i ka shku kjo për shtati, nuk ka qenë e matën si presidente, me thonë, na lëve ta qojnë një ekip, ta qojnë një delegacion, taftojnë një delegacion, njoftomi, qka po donë ajo pjesë, kush po donë me coptu, kus është ma. Qëre, që kjo është rruga ndalmit për fshatit Karaqevë, qëre, nishi, dyshi,
3, 4, 5, 6. A përshef 6. Do me thonë komplet që kjo pjesë rrezikohet me shku me Serbi. Qëre që të dikun këpute. Krejt që sa i rrugës. Po, teri që të ketë komplet. E ta shkalojmë. Shkojmë shti me vijen e kuqe që ka ndërkombëtarët, qëre ku kanë bonë, qëre kjo vija, qëre rruga asfaltume, ku shkon. Që kjo është rruga bypass që është në 2001 këfori. Mirë ma në menë që kjo. Në ti merë se kjo është dokument. Ju e thatë që prej kësaj rrugë ndalohet. Sipas këforit akoma ma shumë ka hyrë pjesën e Kosovës. Hala është pjesa, shkon shtit kallëzoja sa humbin. Shtivim. Shikoni në marrëveshjen në katastrën gjeodezike që në vitin 1961-62 kur është bon kjo marrëveshje. Qërë Bujanovci këtu. Kjo pjesë e Serbijës, se na me komunë Bujanovci të kënë. Që kjo pjesë, qërë rruga asfaltume, qërë rruga bypass, qërë tash ku e ka këputën, qërë apsheh ku e ka këput këtu, qërë kjo vija e verdë ku po duket, qërë komplet ka del e këputë dhe shpijen e ish kryetarit plemën. Shti kur dalmi edhe atje kemi me pa. Edhe atje kemi me pa. Qërë me ngastra katastrale me parcela që janë, me numra. Qërë vija ku që kjo shumë a mirë nga komuna, që nga komuna kam një që posedon, me letra. Ta këshmi pas për krajen së kur që ka pas qakori, na sot ku me ditë ku ishmi, po se kemi pasën nga institucione shtetërore, e që nga star katastrale, meri këto se të vinë, e qëri pronarët, qërë kjo me letra është, apo donë halo? Qërë me letra, nishi, dyshi, emrin, be emri, toka, pronar, sa i humbin. Sa i humbin. Sa janë gjithsej, sa banorë? 170 pronar, dikon me më zgabosha, 39, 139, qashtu, dikon ka 170. 170 pronar. Po, 170 pronar i humbin, do me thonë tokat, si pas kësaj marrëveshje. A i kanë edhe këta pronar letrat e tyne për posedimin e këtyne parcelave? Këtë, se kjo është në territor të komunës Kamenicës. Edhe cila përgjigje për këta? Përgjigje është për to çdo send që eshti do të nalmi qëtu pak. Është shumë interesant me zbulu këtë në kohën e Miloševićit kanë bu matjen. Veçoni mirë, viteve 93, 94, 95. Ati veti kom takuën. Ekspert e Serbijës geodet, në bashkëpunim me policien e Serbijës, edhe kemi tërhek vretjen, por një grup që ishin dalë të sigurum, adin të i përcjell këto, edhe tha, adin mos i thirën policien, mos na pengoni. Edhe ati në mando në kupim këtë tokë në ka coptu Miloševići. Në kupimin e ka coptu. Qka ka ndodhë? Atje ka shkuën me Poropqinskin, me Debeldejn, atje që u dha në vitin Macedoni, me Macedonien. Atje ka marrë Poropqinskin, se gjithmonë problem ka qenë në mes të Macedonijes dhe Serbijës një kish Poropqinskin. Atje e ka dhonë, ka e ka lëshu, e ka dhonë tokën e Kosovës, edhe që kjo ka shkuën. A ju ka ofru ndonjëherë juve si përgjigje në kompensim për këto toka që ju me hjekë dorë mos me i kërku? Kom dëgju, tash e tonën, po sa ka, jenë mundu, sikur ta blenë, sikur në Mitrovizme që kanë blenë. Prej këtyne 170 personave që i kanë tokat, parcelat në këtë pjesë? Nuk e kanë shqit asnjë. Okej, asnjë prej tyne nuk ka pranu kësar kompensimi. Ku hiq si ka interesu se është çështje e territorit, qërën brez kufitar banorë që ka mendojnë. Ku është çështje e interesit shtetëror, e interesit kombëtar, e interesit gjithë Kosovës, nuk lëshojnë për në asnjë mënyrë. Me qka e një ballafaqu konkretisht ju si kryetar dhe banor të këtij vendi? Po, vërtet ne kemi qenë kryetari komunës 11 vite, 3 mandate, dhe me njerë pas luftës, dhe më thonë, prej viti 2000, deri 2013, me një pauzë prej 2 vitesh, edhe atër ka pas edhe problemat mlaja, ka pas edhe pjesë marje të ushtrisë serbe, gjendarmërisë serbe, për vite me radhë, edhe në këtë teritorin e komunës Kamenicës, gjithësisht këtu në Karaçev. Kemi pas edhe reagime, kemi pas protesta, derisa në kohën e fundit nuk i kemi pa më, për shkak se këfori Amerikan në ka garantu që ata nuk kanë medal,
edhe nuk kanë me hynë territor të Kosovës. Mirë po, si duket prap, ata gjithmonë e kanë vëmendjen edhe kanë qëllimin që me shkel teritorin e Kosovës, ndoshta edhe me marrë krejt Kosovën, por nuk besojmë që kjo mund të ndodhë, pasi që këtu është prezent Amerika, është ushtria amerikane dhe ushtri tjera të Europës. Megjithatë, shteti serb këtë pjesë të territorit të Kosovës mendon se kur të jetë pjesë e saj. Ju më herët të thatë që deri para 5 viteve Gjandarmeria serbe ka ardhur deri te shtëpia jote, deri te kjo rrugë. Mandej me mendimin e KFOR-it keni thënë që ma nuk ka ardhur. Po nga fshatarët, nga banorët e këtij vendi na pam që ose kemi dëgjuar që Gjandarmeria serbe prap lëviz në rrugët kryesore. Po sipas disa informatave deri këtu ka rruga Breznicës ka dalë. Unë personalisht nuk i kom pa. Kanë kalu edhe këtu para një 5 viteve, por disa kamerat shtëpisë i kanë incizu edhe kemi reague publikisht, sa që Amerikanë prej Bonstilit kanë arë këtu edhe në kanë garantu që nuk do të vinë mon këtë lagje, ku jetojmë. Megjithatë ne asnjëherë nuk e kemi lëshu këtë vend dhe prap nuk do ta lëshojmë, do të qëndrojmë, për shkak se të partë tanë këto kanë ardhur prej dëbum të përzanën prej komunës Vrajës, jenë vendosur këtë vend, edhe ne brez pas breze e ruajmë edhe jetojmë këtu. Sa është e vështirë për juve që edhe pas lirisë, madje edhe pas shpalljes së pavarësisë, mos me qenë sigurt ose me pa makinat e tyne, uniformën e tyne duke lëvizur madje lirshëm në këtë pjesë të Kosovës? Po nuk është e lehtë kjo as pak, mirë po njeri duhet me sakrifiku, për shkak se dikush edhe e ka dhënë edhe jetën për vendin e Kosovës, për shtetin e Kosovës, edhe ne mas shumë të që mujmë bë, si me thonë, apo mas pak të që mujmë bë, me jetu këtu. Edhe prezenca e njerëzve, e banorëve këtu, ka do me thonin e vetë. Se po ta lëshojmë ne këtë vend, atëre edhe Serbia e ka mas lirshëm, kështu që ne do të jetojmë këtu, do të vazhdojmë me jetu edhe do të qëndrojmë derisa besoj që nuk ka me pas problem. Por kohën e fundit. A ka ndiku kjo çështje që më shpraz fshati prej banorëve që ndodh edhe shumë vende tjera që nuk e kanë këtë arsye, po është kjo një arsye më shumë që njerëzit me boshatis fshatin dhe me shku në vende ku janë qeta të paktën, ku nuk i shohin uniformen e Gjandarmerisë serbe. Po, pikrisht kjo dhe ka ndodhë, e kemi një lagje, quhet lagja surdollëve, fonixhve, krejt lagja është zbrazë. Shumica për tyne kanë shku në Francë, duke u arsyetu se jemi në brez kufitar, po hynë ushtria Serbisë, Gjandarmeria Serbisë, edhe ata atje kanë gjetë, dhe më thonë strehim, kanë gjetë vend qëndrim, por kjo nuk e kemi preferuat atë mënyrë, edhe në kohën e fundit edhe prej fshatit tonë, sidomos të rritë nuk po ndërtojnë shtëpi, po zakonisht ata që po kanë mundësi po blenë banesën, Gjelan, Prishtinë, edhe kjo është me të vërtet për keqardhje. Ju që keni vendosur me jetu këtu, a ndiheni të rrezikun? Po nimi të rrezikum, po megjithatë s'kemi ku me shku. Dhe nuk e kemi ndërmjet. A ka pas raste qoftë gjatë mandatit juaj siguritar, qoftë pas mandatit, a ka pas raste ku këto janë rreziku ose ka pas ndaj ngjarje, ndaj rast ku janë sulmua apo diçka shqiptar të këtij? Nuk janë sulmua drejt për drejt, por pjesëmarrja, prezenca atyne e ka shqetësu popullatën. Po, e ka cënon lërinë edhe e ka shqetësu popullatën e Karaqevës. Ashtu që kemi pas edhe protesta. Kemi pas protesta të rruga Breznicës disa herë, ku kryetari i Këshillit Lokal Server Lenjan është angazhu, mas shumë të po thëmë, për këtë qëllim edhe vazhdon me u angazhu edhe me majt aktuale këtë gjendje që ende nuk është e sigurt, ende nuk është e definume territori i Kosovës. Me hartat katastrale është territori i Kosovës, kurse Serbia pretendon që është pjesë e vetja, atje ka këtu poshtë rruga Breznicës, ku edhe KFOR-i
e ka ndalue qarkullimin e lirë të policisë Kosovës, të ushtrisë Kosovës e tjerë. Edhe vetë nuk qarkullon në për 3 tanë e tjerë. Ne në bisedë me Lenianin e pam që ai ka bërë shumë që me kthy shteti kryt të kjo pjesë. A mbështet punën e zotrit Selverit i gjithë vendi. Trit, banor të këtij vendi, a mbështesin se cili prej tyre kauzën e tij? Po, e mbështesin. A arsyetoni? E mbështesin, përveç si me thonë, një banori pandërgjeqën që ka një farë gjelozi, apo ku me di çfarë arsye, apo që nuk e kupton seriozitetin e kësaj çështje, për ndryshe shumica banorëve çdo herë e kanë përkra Lenianin. Cili është mendimi juaj që 170 banorë rrezikojnë të humbin pronat në këtë pjesë që Serbia pretendon që është e saj, ndërkohë që kjo pjesë është e Kosovës? Unë mendoj që kjo nuk ka më bo realizueshme për Serbinë, për shkak se hartat katastrale është pjesë e Kosovës. Edhe pse ato toka kanë qenë ndoshta të regjistruar prej banorëve në Bujanoz për shkak tatimit të atëhershëm, megjithatë është territori i Kosovës me harta katastrale, edhe ne i dim mirë se ku janë kufit mes Kosovës dhe Serbisë. Jo si kryetar i komunës së Kamenicës që kanë shërbyer me vite, a keni mujt me arrit cili është qëndrimi i qeverisë dhe i politikanëve krahas çështjes së Karaçevës? Po, nuk mund me thonë që s'ka pas interesim. Ka pas interesim, kanë dalë edhe drejtori i Katasit Kosovës ka qenë prezent këtu në Karaçev njerë edhe pa të dëshmue që ku janë kufit. Megjithatë gjithmonë duhet me pas, duhet me vazhdu interesimi edhe... A menoni që është interesim me pakat apo mungesë e vullnetit nga ana e politikanëve krahas kësaj toke, po këtij territori? Tash muj me thonë që s'kemi asas institucione. Fatkeqësisht s'kemi institucione që disa vite s'po kemi institucionet mirëfillta, por qeverinë detyrë, parlament s'kemi, president s'kemi, kjo është shumë keq. Edhe kjo mund të shkaktoj edhe një lehtësi për Serbinë, ndoshta edhe me intervenu. Krahas prioriteteve që ka shteti i Kosovës, a menon që me prioritet është edhe kufit e saj, e që nuk e ka qit në vendin e duhur si prioritet, kur bëhet pyetje cënimi i territorit të Kosovës? Po prioritet mbi prioritetet është kufini. Është kufiri mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe duhet sa më parë zbardhet edhe të bisedohet, të qiten tavolinë, qiten argumentet, edhe argumentet janë në favor të Kosovës. Por duhet, me gjetë mundësi që kjo çështje mos zgjidh, e jo me met njerëzit vjerë, me met në panik, se me kod do t'jecen atë të mbesin me Kosova, me Serbi e tjerë. Kryetar, ne të falenderojmë për kohën, uroj që të bëhet një zgjidhje sa më mirë edhe për banorët edhe për vendin. Falenderojmë edhe juve si televizion që keni ardhur në këtë vend.